Nëse keni djeni, Erion Velia ka sjell një avokat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe gjykata nuk e lejoi avokatin e huaj të hyjë në sallë. Dhe ka bërë shumë mirë. Dhe jo vetëm atë, por në bazë të burimeve të mia, asnjë gjykat i huaj nuk do vijë të hyjë në sallat e gjykatave shqiptare për të mbrojtur kriminalët dhe hajdutët. Se minimumi që të vijë andej këtu edhe të paguhet pastaj si avokat, minimumi ai do $500,000. Ku i gjet Erion Velia? Pra, ta di Erion Velia dhe edhe i vllai i tij që do bëjë nesër të bëjë shoqëri, edhe jema e tij që do bëjë të bëjë shoqëri, edhe Edi Rama, edhe Belinda Balluku, edhe ai Taulant Balla, nuk do t'u lejohen ta din, u a themun me përgjegjësi, nga të dhënat që kam unë dhe nga informacionet që kam unë, nuk do lejohet asnjë avokat i huaj të marrë pjesë në gjykata shqiptare. Këtë ta di. Për një arsye fare të thjeshtë, fare procedurale, nuk kanë licencë ushtrimi profesionin në Shqipëri zotëri. Ai në Amerikë mund të jetë gjithçka, por në Shqipëri nuk mund të funksionojë si avokat.